Atëre, ja ku jemi me pjesën e 2 të Reborn Live, 6 pulset energjike të vitit 2026. Dhe faleminderit për ju që jeni tani përsëri së bashku në pjesën e 2 të bisedës live. Uroj të keni qenë edhe në bisedën, në pjesën e parë, ku ndava një mësim nga eksperienca ime në Istanbul, por gjithashtu dhe me një qartësi në lidhje me inteligjencën intuitive dhe me synimin tim për ta qartësuar dhe për ta prur në eksperiencën njerëzore, inteligjencën intuitive dhe qendrës plenike në një nivel më të lartë, në fakt, në të vërtetën e saj. Kjo ishte çfarë ndava në pjesën e parë të Reborn Live. Dhe tani në këtë pjesë të dytë, synimi është që të ndaj me ju kush janë 6 drejtimet, apo siç unë i quaj 6 pulset energjike që na sjell viti 2026. Shumë nga ju, të gjithë ne në fakt, dëgjojmë, ndjekim astrologjinë dhe duam të kuptojmë kush janë lëvizjet planetare, kush janë drejtimet, çfarë do jetë eksperienca, përfitimet, sfidat, mësimet, drejtimet për çdo që shenjë të horoskopit. Unë dua t'ju sjell ta filloj këtë bisedë me 2 pika. E para, sepse të gjithë njerëzit janë tani, sidomos edhe brezi i ri, janë admirues, dashurues, ndjekës të astrologjisë. Do ju sjellja në vëmendje me shumë delikatesë, që në kuptimin që ju dëgjoni zemrën tuaj, kur dëgjoni postulate apo drejtime për shenjat e horoskopit, jo patjetër janë e vërteta e plot. Sidomos kur flitet për gjëra të tilla si peshqi do jenë në këtë drejtim, binjakët do jenë në këtë zhvillim, vricjapi do ketë këtë sfidë, nuk është dhe nuk funksionon jeta me kuadrata të tillë. Njeriu është shumë herë më kompleks se sa të themi një shenjë në astrologji, sepse ndërsa për thjeshtësitë e informacionit dhe njohurisë përmendet vetëm një shenja kryesore, të themi dominante në në shenjas e horoskopit, edhe emrin tani kemi haruar, por në astrologji nuk do të thotë që ajo jeni ju në tërësinë dhe në plotësinë tuaj. Dhe synimi im, energjia ime, vëmendja, çfarë do që unë dua të sjell këtu nëpërmjet bisedave live, programeve, falas apo me pagesë, dua të sjell më shumë qartësi. Dua që njerëzimi, të gjithë ne të fillojmë të bëhemi më inteligjent. Në pjesën e parë të kësaj bisede, përmenda që njerëzimi në historinë e tij, në qindra vite dhe mira, ka qenë ose në një përjetim, të themi skllavërie, dëgjojeni tek pjesa e parë e bisedës, e keni të postuar, dhe në atë shfrytëzim që i është bërë, nuk ka qenë synimi të zhvillohej njeriu, nuk ka qenë në qëllimin e, të themi, elitës inteligjenca e njeriut. Dhe ka qenë shumë kollaj, do ta dëgjoni edhe në trajnimin falas në 7 deri në 11 janar, më thellë dhe më qartë këtë gjë, e paraqitur dhe në prezantime, do kuptojmë që njerëzimi ka qenë një disavantazh kur vjen puna për të krijuar mençuri dhe inteligjencë në jetë.
ka qenë kryesisht në duart dhe në dispozicion të elitës. Dhe tani ka ardhur koha dhe po thuhet njerëzimi po zgjohet e njerëzimi, me thonë zgjim. Zgjim nuk do të thotë patjetër që tani të fillojmë të lidhemi me qiellin, me yjet, ato janë thjesht derivate. Njerëzimi do të filloj të kuptoj në radhë të parë si punon jeta, kush është ai, si funksionon njeriu, si funksionon jeta, si të bashkëveproj me këtë jetë dhe në këtë jetë futet e gjitha ajo që shpjegova edhe në pjesën e parë dhe që do vazhdojmë edhe në ditët e trajnimit. Në fjalën jetë përfshihet e gjitha, përfshihet kozmiku, përfshihet toka, përfshihet fusha kuantike, përfshihet i gjithë universi, përfshihet ekzistenca e çdo qenie të gjallë, jo vetëm e njeriut. Dhe shpjeguam pak në bisedën e parë, në pjesën e parë për ritmin natyror të njeriut. Shpjeguam që ajo gjë ka humbur dhe ka qenë shumë e lehtë që njerëzimi të futet në një hendek, në një rrugë të kufizuar. Dhe tani duam të dalim nga kjo mënyrë jetese. Vini kufjet dhe dëgjoni me shumë lehtësi. Se po dëgjoj që nuk dëgjohet mirë, dëgjohet shumë mirë, thjesht vini kufjet. Prandaj, besoj, dëgjohet, mund të më konfirmoj dikush, por e kuptoj që është në rregull. Nuk ka nevojë të përdoret zëri lart, nuk ka nevojë të përdorim shumë mikrofona, sepse për synimin tim edhe kjo bisedë live duhet të jetë e do ta shihni edhe në 6 pulset e energjike të vitit çfarë është e nevojshme. Është e nevojshme të krijojmë një sistem nervor të qetë dhe kjo fillon me tonalitetin. Nuk ka nevojë njerëzit të bërtasin, nuk ka nevojë njerëzit të sforcohen. Një nga gjërat në fakt që nuk e ndava në pjesën e parë dhe që përjetova në Stamboll, mënyra e folurit. Dhe sidomos të kesh jetuar për 26 vite në një kontinent tjetër, jashtë pjesës së Ballkanit, pjesës mediterane, apo disa vendeve që akoma kanë një kulturë bisede, komunikimi të ashpër dhe pak dominante, e gjej shumë të parahatshme këtë gjë. Pra ne mendoj që dhe zëri im tani është shumë normal dhe bile mundësisht të jetë edhe në një formë meditative. Në çdo fjalë të vi dhe të shkoj tek subkonscienca juaj. Dhe ky është një nga qëllimet e mia të komunikimit, edhe për faktin që jam hipnoterapiste, por dhe të vendos një sistem nervor të qetë në konsciencën tuaj, të rregullojmë sistemin nervor, sepse një zë i lartë, i sforcuar, imponues, dhunues, krijon një sistem nervor të çrregulluar. Këtë ndjeva dhe në Stamboll që isha këto ditë. Për ju që po pyesni për Turqinë, kam regjistruar sot përpara kësaj bisede live pjesën e parë me përshtypjet, unë nuk flas për përshtypjet turistike, kam tjetër qëllim dhe ndaj të tjera mësime me ju. Gjithsesi e keni në pjesën e parë. Pra, folëm që çdo krijim në tokë ekziston në fushën kuantike përpara se të fillojë të ekzistojë në fushën fizike, apo dhe në pjesën tonë fizike, apo në realitetin tonë fizik. Pra, ekziston këtu që të vijë pastaj të materializohet në trupin dhe në jetën tonë fizike. Dhe kam darë dhe me ju më parë dhe në grupet, në mentor jemi duke e shtjelluar dhe më thellë pjesën që diçka të manifestohet dhe diçka që
diçka që t'jetë në harmoni, duhet të ekzistojnë të dyja. Edhe forma, kontejneri, them gjithmonë, goda, duhet krijohet forma dhe energjia që mbush, fluiditeti që mbush këtë godë, në mënyrë që të krijohet e gjitha, çfarë të krijohet një godë që mban ujë dhe të kryej funksionin e vet. Thjesht po përsëris diçka që e kam përsëritur dhe më parë. Derisa të ingranohet në mendjen tonë shumë e qartë. Pra, uji do shpërndaj nuk kishte ku të shkonte nëse nuk ekzistonte kjo godë. Ose nëse goda ekziston thjesht dhe mund të jetë një godë shumë e bukur, si ato pallatet e sultanit që shpjegova në pjesën e parë. Por, pa qëllimin për zhvillimin dhe për renditjen harmonike në këtë botë dhe në këtë jetë, dhe kjo godë nuk do kishte asnjë qëllim, do ishte si ato shishet e bukura që mbanim në bufete bukura në kohën e komunizmit, që i kishin bosh, i kishin pa lëngje, pinim një, nëse jeni të kohës sime, pinim një shishe Coca-Cola dhe e mbanim në bufe për bukuri, sepse lëng brenda nuk ishte, pra nuk ishte funksion. Po kështu, edhe kjo godë, nëse nuk do kishte ujin brenda, nuk do kishte funksion, sepse është krijuar që të jetë një godë uji apo një godë çaji. E them këtë si analogji që të kuptojmë dhe ekzistencën dhe jetën tonë, si funksionon. Që ne duhet të kemi një hapësirë tonë, formë, është pjesë maskuline, pjesa jonë maskuline, ku të vendoset energjia, funksioni ynë, mendimet tona. Kjo që ne po bëjmë tani është një bisedë. Është krijuar një formë që quhet këtu në Instagram, një format, një strukturë e ribornit, në mënyrë që të zhvillohen këto biseda. Dhe këto biseda nuk janë biseda, janë biseda tek Oxhaku. Janë biseda që depërtojnë me koshiencën, subkoshiencën dhe shpirtin tuaj. Dhe krijojnë realizime, lirime, qartësira, mësime, të cilat në mënyrë automatike krijojnë piketa të reja në trurin, në mendjen dhe në trupin tuaj. Pra ne të quhen mësime. Mësimet janë aktivizime, nuk janë thjesht fjalë. Janë zhvendosje. Sepse, pra, duhen të dyja, thamë, edhe forma, edhe rjedha. Këto biseda janë rjedha. Tani, në këtë ndryshim, në këtë tranzicion të ri që po hymë, në mënyrë që të krijohet, ndoshta e kam darë dhe më parë këtë koncept, po është e rëndësishme ta rikujtojmë, se me këtë fillon gjithçka. Në këtë ndryshim, ne duhet të fillojmë të krijojmë një formë të re. Edhe përmenda inteligjencën intuitive në pjesën e parë e dëgjoni, e keni të postuar. Në mënyrë që të krijohet një formë e re për këtë epokë të re, sepse forma e vjetër nuk i shërben dhe nuk është më në përputhje me epokën e re. Dhe ata që tentojnë të vazhdojnë të jenë në formën e vjetër, do kenë një jetë dhe një vështirësi shumë të madhe, sepse universi suporton frekuencën e tij. Dhe në bisedën e parë folëm që universi është duke sjell pulsime të reja, informacione të reja, energji të re, frekuencë të re. Ne njerëzit thjesht kemi atë detyrën t'i përgjigjemi kësaj lëvizje. Edhe ata që janë më fluid në kuptimin përshtatje në këtë lëvizje, ata kanë dhe jetën më të lehtë, ata do krijojnë më lehtë, ata do kenë shëndet, do kenë përputhje quhet. Dhe prandaj për të gjetur këtë forum të re, që kam shpjeguar dhe në bisedën e mëparshme, duhet një javën e parë, na duhen dy forma. Forma e parë është ju, forma juaj personale. Kush je ti? Kush është forma jote? Kush është blueprinti yt? Kush është ena jote personale e vërtet?
Dhe kush është ena e dytë është pasi ke ndërtuar enën tënde dhe personale, kush je ti në unikalitetin tënd, kush është visioni yt, sepse dhe puna jote, projekti, visioni, çfarë do që ti do të krijosh, duhet të ketë një formë ku të futet energjia, që të qëndrojë aty dhe të mos shpërndahet. Ju mund të jeni në jetën tuaj tani, mund të jeni në ndoshta duke krijuar formën e parë atë personale, kush je ti, dhe ju. Ose mund të keni bërë formën e parë dhe jeni duke bërë tani visionin tuaj të ri. Jem kurioze ku jeni, mund të më shkruani tani ose kur ta dëgjoni këtë regjistrim. Shumë njerëz menduan që mbaroi biseda live ishte vetëm pjesa e parë, po vazhdojnë në pjesën e dytë me 6 pulset energjike të vitit 2026. Pra, në jetë tani ju jeni ose jeni duke krijuar qartësi, kush jeni ju? Është kjo ena e parë, the new you. Ose jeni duke krijuar, dhe kam shumë nga studentët tanë që janë duke krijuar, ndërkohë që ne identiteti ynë personal është gjithmonë në rritje derisa të mbyllim syt. Por ndërkohë e kanë marrë një qartësi, kanë punuar në këto vite me identitetin e tyre, kush janë, kanë liruar pjesë që nuk i shërbejnë më dhe janë duke krijuar identitetin e ri të visionit të tyre. Si të thuash, janë 2 goda të ndryshme. Jam kurioze ku jeni ju. Mund të mandani edhe në kur të postohet në regjistrim. Sepse në vitin 2026, ndërsa themi që do filloj një vit i ri, dhe ky vit i ri ka atë energjin e numrit 1, që ta shpjegojmë në datën 7, më qartë, dhe ju do gjeni numrin tuaj personal këtë vit, në ditën e parë të trajnimit. Megjithatë, frekuenca universale për gjithë njerëzimin është frekuenca e numrit 1 në 2026. Dhe duket sikur ne po krijojmë dhe do krijojmë diçka të re. Arlinda thot jam te identiteti i ri, pra identiteti yt personal apo i vizionit, se janë 2. Arlinda. Perfect, Blerina, yes. Blerina, identitetin e ri të vizionit tim në përputhje me atë që jam. Është shumë e vërtet. Dhe Blerina tjetër, Blerina Gjoka, te numri personal do ndalemi ditën e 7 më qartë. Mos kaloni te numri personal. Dua t'ju sjell në këtë masterclass sot, se është tamam masterclass, përpara se fillojmë trajnimin 5 ditor, një qartësi që të vini më të përgatitur aty. Ndërsa duket sikur fillohet diçka e re, çdo fillim i ri ka të bëjë me fundin. Nuk ka asnjëherë fillim apo fund. Është një lëvizje e vazhdueshme. Dhe ndërsa viti 2025, i cili në fakt nuk ka mbaruar energjikisht, nuk ka mbaruar akoma. Kalendari linear i njohur tani përdor 12 muaj. E vërteta e ritmit natyror është 13 muaj. Dhe e vërteta është që në shkurt fillon energjia e re. Pavarësisht se si deri tani ne jemi mësuar me këtë formën lineare të 12 muajve. Nuk është në përputhje me ciklin natyror dhe universal të universit. Çdo gjë tani në këtë moment, edhe që po bëhen këto biseda live, edhe trajnimi falas, janë pjesë e hedhjes së farës e integrimit. Në fakt fara hidhet në shkurt. Është akoma periudhë dimri, nuk është në fakt momenti ku të vendosen
synimet tona, nëse ndjeni që jeni në fakt në një periudhë që doni akoma të pushoni dhe të merrni kohën, do të thotë jeni në ritmin tuaj. Në përputhje në fakt me natyrën. Gjithmonë ju ftoj që të rimendoni dhe të rishikoni në çfarë linjash na kanë vënë në mënyrë tradicionale. Edhe se si bota komerciale, bota institucionale krijoi këto sisteme, këto kufizime. Në fakt, gjithçka fillon me pranverën dhe gjithçka në dimër është në një gjendje reflektuese, në një gjendje që është akoma do të integroj çfarë ka ndodhur. Gjatë vitit 2025 përjetuat shumë, lirohet shumë. Ishte viti ku quhet në atë filozofinë kineze, në simbolikën e kafshëve, ka gjarpri. Dhe nuk kam mbaruar akoma. Arojni një anaret apo çfarë thuhen ande këtej në botën komerciale. Ne këtu jemi të kuptojmë duam ritmin e natyrës, ritmin e universit. Unë personalisht besoj dhe ju jeni si unë, dua ta kem mirë me xhaxhin, me asnjëri tjetër. Për mua ai është Zoti ka krijuar universin, natyrën, ritmin. Se çfarë bëri njerëzimi dhe institucioni në qindra vite nuk kam asnjë lloj interesi. Dhe prandaj shëndeti njerëzimit është këtu ku është, se doli nga ritmi natyror i tij. Jemi akoma në periudhën e dimrit, jemi akoma në periudhën e vegjetimit dhe këto biseda janë pjesë e bisedës së Hoxhakut, të reflektimit, të ahave, të kuptimit, të ushqimit dhe të meditimit njerëzor. Në mënyrë që të fillojmë të krijojmë të hedhim fara të reja në shkurt dhe tutje. Qëllimisht edhe programi i Nderit Soll unë e filloj në shkurt. Dhe gjatë muajit shkurt ata vazhdojnë me reflektime, me mësime, me të kuptuarit atë që thash, krijohet forma personale, identiteti personal, është akoma periudhë reflektuese. Ndërsa në pranverë, në mars, në prill, është natyralisht shpërthim, rilindje. Dhe fillojnë fara të dali, të shpërthej. Ju lutem, numrat do t'i bëjmë në trajnimin falas. Ju lutem qëndroni prezent dhe mos merrni vëmendjen e të tjerëve me këto pyetje. Qëndroni prezent, synimi im për ata që duan vërtet të marrin atë që duhet të marrin në këto biseda dhe vlerën më të lartë për investimin në kohë që jepni këtu kur jeni prezent dhe pa e çfokusuar bisedën. Njerëzit janë më prezent, studentët janë prezent në programet tona, studentët janë prezent në bisedat live, i kam parë dhe i kam provuar në jetë janë ato më të suksesshmet. Ato që kanë realizuar projektet e tyre, ato që kanë transformuar trupin e tyre, ato që kanë patur ndryshimet dhe manifestimet më të shpejta. Pra, le të rikthehemi tek ajo që ishim duke thënë. Jemi në periudhë reflektimi akoma. Jemi akoma në energjinë e gjarprit që është gjarprit i jep kohë. Dhe ata që kanë fobi për gjarprin, ju ftoj të kuptojnë që këtu flitet për pjesën energjike simbolike. Në fakt, gjarpri është një kafsh e ngadalt që ndëron lëkurën, që ka aftësi të ndryshoj, të rigjeneroj, dhe të liroj çfarë është e vjetër dhe të krijoj diçka të re. Dhe jemi akoma në këtë lloj energjie. Edhe gjatë muajit janar.
për të futur në 2026 dhe të iniciohet ajo energjia e fillimit. Në energjinë e kalit, në thot filozofia kineze, përsëri është simbolik, që do të thot shpejtësi, lëvizje, liri, vrull, por gjithmonë juftoj që gjithçka varet ku je ti në këtë moment. Dhe kjo do jetë e qartë në 6 pulset që do ndaj. Varet ku është në çfarë kohë momenti hyjnorje ti tani. Sepse mund të dëgjosh që është energjia e kuajve, e kalit, të liris, të vrullit. Por nëse, Biscuit Cooking thot kam dëruar 500 lukura, 500 deri 1000 herë, aq më mirë. Dhe nëse atëherë ti dëgjon që po vjen kjo, po aktivizohet kjo energji e vrullshme, dhe ti akoma me ngarkesa në trup dhe nuk e kryer atë pastrimin, lirimin, çlirimin tënd, atëherë në këtë vrull ti do pengohesh. Dhe pengesa e kalit nuk është si pengesa e gjarprit. Pengesa e kalit është shumë e fortë. Pengesa e kalit është shumë e ndjeshme. Pengesa e kalit vret kur bie. Nëse në atë ngarkesë ti je akoma duke patur ngarkesat e vjetra, nëse ti ndjen atë që unë shpjegova në pjesën e parë të bisedës live, atë që unë ndjeva në Stamboll duke vizituar atë pallat. Dëgjojeni te pjesa e parë. Atë ngarkesë në kuris që unë ndjeva, që ishte ngarkesa e gjithë njerëzimit, e gjithë njerëzve, e gjithë shërbyesve, e gjithë skleverve, e gjithë punëtorëve, qoftë ngarkesën energjike të identifikuam në pjesën e parë, të njerëzve që jetonin ato pallate, në intrigat e tyre, në manipulimet e tyre. Ju mendoni që ata ishin në energji të shëndetshme? Jetëgjatësia, le të jetonin në pallate mbretërore, le të jetonin në atë luks të jashtëzakonshme. Jetëgjatësia ishte shkurtër. Po të shikoni nga ana fizike, të gjithë kurisin e kishin me një ngarkesë. Dhe kjo paraqet ngarkesë energjike, mendore, ngarkesë të errët, densitet të errët në trup, një mënyrë të jetuarit, një mënyrë të komunikuarit, një mënyrë të folurit, e cila ka mbartur energjinë e mbledhjes, jo energjinë e hapjes, të lirisë, të sinqeritetit, të pastërtisë, dhe kali e përfaqëson atë energji. Edhe kjo është energjia e 2026, që juftoj dhe një fillon nga shkurti në vazhdim. Akoma jemi në ngadalësinë e energjisë simbolike të gjarprit, akoma jemi në, edhe kemi mundësinë akoma të lirojmë dhe të kuptojmë çfarë është për të kompletuar, çfarë janë zakonet të vjetra. Dhe në efektin dhe influencën e energjive të tilla, gjërat bëhen shumë më lehtë. Në efektin e gjithë kësaj industrie të zhvillimit personal, që po ndihmon njerëzimin për të kuptuar çfarë është e vërteta e tij, çfarë është për të liruar, çfarë është që pengon këtë unikalitet të japi impaktin e tij unik, prandaj bëhet e gjithë kjo punë. Edhe sidomos në muajin janar, unë juftoj keni akoma mundësinë përpara se të vendosni objektiva të themi të larta, fuqizuese, keni akoma mundësinë e reflektimit në muajin janar. Merrni gollën e çajit, çajin e ngrohtë, mund të keni momente që unë i quaj the sushi roll, momentet e reflektimit, por janë momente shumë të nevojshme, përpara se të kalojmë dhe të hypim dhe të themi fluturimit apo ecjes së kalit. Le të kalojmë atëre kush janë 6 pulset energjike që do shfaqen gjatë 2026. Nuk futem në astrologji, nuk futem në detaje, në lëvizjen planetare, nuk është e nevojshme. Nëse jeni profil 1, mund keni dëshirë, plotësojeni vetes atë dëshirë. Diana do juftonte për diçka
E pare punës, astrologjia që shpjegohet në për media sociale është e cekët. Jepen disa kornisa shumë superfaqësor dhe nuk është e vërteta e plot, sepse nuk është mundësia në media sociale. E para, e dyta, e thash dhe pak më parë, flitet vetëm për një pjesë, një komponent të të gjithë të të tërës. E treta, nuk ka nevojë të dini kaq shumë, vetëm nëse do mbaroni për astronomi, nuk ka nevojë njerëzimi të di kaq shumë ato terminologjia e astrologjisë, apo që ndonjëherë janë fakte, profili një i dashuron të japi fakte që jo patjetër kanë vlerë, janë si ato Hollywood story që quaj unë, kur jepen fakte të pa ose të egzageruara, të pa nevojshme. Ajo që është e nevojshme juve ju duhen kush do jenë mësimet, kush do jenë drejtimet e që sillin këto lëvizje planetare, këto konfigurime kozmike. Lërja një astronomëve që studiojnë në përshkolla të kuptojnë dikrit edhe terma të asaj fushë. Human Design, manuali njerëzor, është një blueprint që përfshin jo vetëm astrologjin, janë dhe 5 sisteme të tjera, prandaj është më praktik, më i organizuar dhe më i përfshirë dhe më i plot. Në 2026, pulsi i parë që është e nevojshme që ne të kuptojmë dhe që të jemi në përputhje në zhvillimin për cilin po flasi, është që sforcimi nuk është më energji e suportuar nga universi. Sforcimi, që do të thot në shqip, se unë zakonisht e shkruaj edhe në anglisht, në anglisht është punë me sforc, of push over, të bësh gjëra me sforcim, sepse është Chelsea është përputhja, alignment over force. Gjërat mund të realizohen me forcë, absolutisht, sepse forca është një lloj lëvizje. Deri tani ka ekzistuar një lloj lëvizje dhe një lloj arritje fal kësaj force, jo më. Gjërat mund të bëhen shumë herë më lehtë. Është një këngë që unë do ta luaj në trajnimin. Përveç release që luajta në fillim të një live që nuk në qëndroj, se ishte një këngë nga Spotify, do luajsh një këngë tjetër që më ka hyrë shumë në zemër dhe në shpirt këto kohë, që ka të bëj, jeta do bëhet më e lehtë. Në ato pjesë të manualit që unë i quaj diploma e jetës, unë jam profil 2.5, përveç jam 4.6 si profil, e dua jetën më të lehtë, dua të kuptoj kush janë mekanizmat që e bëjnë jetën më të lehtë. Edhe për këtë qëllim dava dhe ju në grupin tuaj, mesazhet që kam darë në Telegram, në grupin e studentëve, dhe në përgjigjen time që i dhash atij personi ishte pikërisht dhe jam duke kuptuar edhe festa si mund të bëhet më e lehtë. Jeta jonë si mund të bëhet më e lehtë. Kur ne jemi në përputhje me ritmin ton unik, me mënyrën ton unike, jeta bëhet më e lehtë. Është mësimi numër 1 në vitin 2026. Sepse gjithmonë e them, një nga pyetjet që më ka bërë mua të futem në këtë rrugë ishte observimi. Pse ky njeri e ka jetën ose i bëjnë gjërat më lehtë, dhe mua më bëheshin ndoshta me më shumë sforco, ose me një rrugë me më shumë lodhje, me më shumë studime, derisa kuptova që nuk ishte sforcimi, ishte se nuk isha në përputhje me veten. Pavarësisht që mund kisha sukses, pavarësisht që kisha bërë kaq shumë dedikim në studimet akademike, nuk isha në përputhje me veten. Kur njeriu është në përputhje me veten, nuk ndjen lodhje. Punon me shumë lehtësi dhe merr, ti bën një hap, universi bën 100 hapa për ty. Sepse nëse do vazhdojmë me sforcim,
Sforcimi ose ajo që quhet përpjekje, fjala përpjekje, do na marrë shumë energji, më shumë se më parë. Do na i shkarkoj baterit shumë shpejt, nëse punojmë me sforcim. Shkojmë gjikundi, shkojmë diku, por jo shumë larg, dhe shkarkon baterit e trupit. Shfaqen sëmundje fizike, shfaqen pengesa, dinamika nga më të ndryshme vetëm e vetëm që ne të ndalojmë dhe të fillojmë të krijojmë një jetë në përputhje me veten. Kur them në përputhje me veten, jo vetëm puna, festimi i gjërave, mënyra e ushqimit, zakonet e përditshme. Pra, energjia e në vitin 2026 do t'i përgjigjet qartësisë suaj. Sa i qartë je ti dhe sa je në përputhje me këtë qartësi. Në manualin njerëzor kemi privilegjin, të thosha unë, që ne të marrim qartësi për veten, të kuptojmë autoritetin ton të brendshëm. Bile është një komponent që quhet autoriteti i brendshëm. Po, është shumë e vërtetë, është magjike kur njeriu është në përputhje me veten, nuk ndjek lodhje. Mësimi numër 2, pulsi numër 2. Keni dëgjuar shumë për strategjitë. Strategji në media sociale, strategji në punë, strategji në biznes, strategji në prosperitet. Ndërsa strategjia ka vendin e vet dhe është e nevojshme, strategjia numër 1 në 2026 dhe në vazhdim, por 2026 po hap rrugën për këtë mënyrë. Strategjia numër 1 është pikërisht identiteti yt. Nëse ti je në përputhje me identitetin tënd, strategjia nuk merr më të njëjtën rëndësi. Është strategjia numër 1. Frekuenca jote personale është në fakt teknika jote, strategjia jote numër 1. Prezenca juaj. Prandaj edhe kur jeni këtu, ju ftoj gjithmonë qëndro present. Mësoj veten, mësoj trupin, mësoj mendjen, si të qëndrosh i fokusuar, si të qëndrosh present, sepse energjia e prezencës është një nga energjitë më të shpërblyera në këtë epokë të re. Prandaj edhe po meditojmë, derisa të vijë një moment që meditimi do jetë në forma të reja, sepse ne do kemi zhvilluar energjinë e prezencës. Pra, strategjia numër 1 është identiteti ynë. Ju nuk do përpiqeni t'i mbushni mendjen njerëzve, t'i bindni njerëzit. Përbindja do jetë ju të qenurit në përputhje me veten. Ajo do ta bëj influencën tuaj shumë herë më qartë dhe më lehtë sesa bindja apo sforcimi juaj për të bindur të tjerat. Do jetë gjithmonë ka qenë në fushën kuantike ky mësim. 2026 e ankoron, po flas për 6 mësimet që do e ankorojnë ose që do jenë shumë të rëndësishme në 2026. Pra kjo ishte e dyta, kush është strategjia. Imagjino si do transformohet jeta e njeriut, sepse fjala strategji ka qenë shumë e rëndësishme në 400 vitet e fundit. Dhe që të mësojmë tani të kuptojmë çfarë është strategjia e re e jetës, edhe kush është strategjia numër 1, është që suportohet nga universi dhe nga jeta në tokë, është fenomenale dhe na jep të kuptojmë pse atëre përputhja me veten merr këtë rëndësi për cilën po flitet kaq shumë. Pulsi numër 3, që ankorohet në 2026. Trupi fizik është do jetë barometri dhe busulla e jetës. Mund t'i mbani shënim me këto, se kjo është masterclassi numër 1 i trajnimit 5 ditor, për cilën uroj të jeni regjistruar, linkun e keni në bio, në email, kudo e gjeni, ose na shkruani në DM. Në pjesën e parë të kësaj bisede live, kur unë fola për eksperiencën time në Istanbul, pra të eksperiencë shumë të veçantë, energjike, ju që ishit e dëgjuat, ju të tjerët e keni të postuar në Instagram,
do të gjoni se si trupi im foli nëpërmjet sensacionit fizik, nëpërmjet ngarkesës fizike që ndjeva nga ambienti, nga energjia, nga sensorët, nga mendimet, nga fotografia që kisha po vendosja në imagjinatën time, me synimin tim, me dëshirën time, sepse doja ta bëja. Dëgjojeni në episodin e parë, për ju që ndoshta nuk po kuptoni çfarë po them. Edhe me njërë trupi dha përgjigjen, pra trupi do jetë shumë më inteligjent. Trupi ose sistemi nervor do jetë shumë inteligjent dhe do japi të vërtetën. Por kjo ka dhe koston e vetë, ka dhe disavantazhin që trupi inteligjent do vëmendje, do kujdesin, do atë suportin energjik për cilën unë fola, në mënyrë që mos ketë çrregullime fizike. Sistemi yt nervor, sensorët, prezenca, do jetë dhurata juaj e madhe, sepse ajo do flasi, do ju japi ju të kuptoj, nëse je në vendin e duhur, nëse je duke thënë gjën e duhur, duke dëgjuar gjën e duhur. Kjo ndodh vetëm kur ti je prezent. Unë mund të isha komplet e shkëputur nga prezenca ime, mund të vazhdoja të vizitoja, të shijoja pallatin e sultanëve, por nga që jam prezent në çdo moment me trupin tim, ndjeva me njerë që diçka nuk shkonte, ose që ndjeva presionin fizik që krijoi ambienti dhe përjetimi energjik. Dhe bëra atë që duhet të bëja. Por mora dhe atë që doja të merja, mësimi që doja të merja. Pra, trupi nuk do na lejoj ne të rritemi. Nëse nuk ndjeti sigurt. Nëse nuk ndjeti sigurt do të lajmëron që nuk je në vendin e duhur. Gjëra që je duke bërë, ose ke bërë, projekte, përjetime, shoqërira, gjëra që kanë qenë pjesë e jetës tënde, mund të mos suportohen më, sepse trupi nuk i suporton nëpërmjet sistemit nervor. Pra, sepse një sistem nervor i çrregulluar, siç quhet në gjuhën e rregullimit të sistemit nervor, kuptohet nuk funksionon dhe nuk realizon dot projektet e tij. Sa më shumë prezent, sa më shumë në trup, me sensorët dhe me atë inteligjencën trupore, sepse ai do jetë busulla në 2026. Pulsi numër 4, mësimi numër 4 energjik. Vazhdimisht flasim që jeta është, ose ekzistenca në tokë nuk është lineare, pavarësisht që duket si lineare. Vazhdimisht flasim për spiralen e jetës. Kodi gjenetik na jep një pasqyrë brillante të përjetimit të spirales së njeriut. Sot, në grupin e studentëve të Rebornit, ishte një pyetje: pse binjakët kanë personalitete të ndryshme? Dhe aty shpjegova pse. Ndoshta do bëjmë edhe një post për ju të tjerët nëse jeni të interesuar, sepse është një bisedë shumë e thellë, pse binjakët kanë personalitete të ndryshme, megjithse kanë lindur në të njëjtën kohë. Aty përmenda midis arsyeve të tjera dhe këtë spirale. Edhe binjakët në fakt përjetojnë, njëri përjeton spirale në pjesën e poshtme dhe njëri ndoshta në pjesën e sipërme. Çfarë dua të them? Jam duke ilustruar pulsin numër 4 të 2026-s. Jeta do jetë në formë ciklike. Dhe viti 2026 do ne sjellë dhe më afër këtë lloj mësimi dhe përjetimi. Ne do fillojmë të kuptojmë që ka ulje, ka ngritje, ka ndalesa, ka zhvillime. Pra ai kali që përmenda, simbolika e kalit të vitit 2026, nuk do të thotë që do jetë në vijë lineare. E morëm kalin, i hipëm kalit edhe jemi në 2026, thonë edhe, no, nuk funksionon. Në atë formë.
Kali do ndaloj, kali do ketë momentet e reflektimit, të ndalesës, pra do ketë cikle, sepse natyra ka cikle. Ne njerëzit jemi shkëputur nga natyra. Qoftë dhe festimi vitit të ri, qoftë dhe vendosja e objektivave në muajin janar, janë shkëputje nga natyra, nga cikli i vërtet natyror universal. Edhe prandaj po rikujtohemi dhe po japim leje vetes duke marrë qartësi dhe mësime që çfarë në fakt është me vlerë për ne. Dhe viti 2026 do na e përforcoj dhe do na e japi, sepse prandaj është universi në suportin tonë, është shkolla ajo. Ne këtu në planetin Tokë kemi ardhur jemi në shkollë jetë. Planeti Tokë është shkolla më brillante e jetës. Dhe kemi ardhur pikërisht që gjëra që i kishim haruar ose që të vazhdojmë të kontribojmë në evolucionin në tokë ku jetojnë dhe njerëzit. Dhe njerëzit fillojnë të jenë në linjë përputhje dhe ritëm me natyrën dhe me gjithë ekzistencën. Pra, do mësojmë që të kemi ulje, ngritje, pjesa integruese. Për shembull, kur ta dëgjoni këtë bisedë, në fillim do merrni vetëm mund të merrni disa pika. Në varësi nga sistemi juaj unik, se si e procesoni informacionin. Por, merrni disa pika, integrohen. Marrja është integrim. Kur e dëgjoni për herë të dytë, integrohen disa pjesë të tjera. Kështu funksionon trupi, njeriu dhe gjithë jeta. Prandaj dhe rritja do na mësoj 2026 do jetë jo lineare, si që është çdo gjë tjetër në tokë që nuk është lineare. Ne njerëzit mendojmë që gjërat janë mekanike, maskullore, lineare, duhem të jemi në top, gjithmonë të motivuar, gjithmonë super. No, do ketë shumë momente sushi roll, që unë i quaj. Momente të reflektimit, të mbulimit të kokës me organ, quajni si të doni. Dhe këto janë momente shumë të thella krijuese, se janë momente feminiteti, momente krijuese. Por nëse sistemi ju nervor ishte pulsi numër 4, 3, nëse sistemi ju nervor nuk është i rregulluar, nuk e lejon momentin e pauzës. Sepse një sistem nervor i çrregulluar nuk mund të qëndrojë në pauzë dhe prezent. Do të jetë vazhdimisht alert, në aksion, i shkëputur nga vetja, nga jeta, nga njerëzit. Pulsi numër 5, mësimi numër 5. E vërteta do jetë më afër syve, veshve, veçanërisht veshve. E vërteta. Toleranca për të vërtetën ose për të jo të vërtetën do jetë shumë e ulët. Në kuptimin njerëzit, ato parandjenjat që shpjegova në episodin numër 1 që keni të postuar, inteligjenca intuitive është pjesë e të njohurit të vërtetës, është absolute, duhet absolute prezente dhe më prezente në 2026. Pra ne njerëzit do fillojmë të kemi më pak tolerancë për mungesën e sinqeritetit, mungesën e integritetit, ato që quhen tradhtit, ato që ndodhin në pallatet e mbretit edhe të sultanëve, dhe do kemi shumë më pak tolerancë për ato gjëra, dhe kjo do të thotë sepse në momentin që rritet frekuenca dhe vibrimi nuk ka më vend. Dhe jo vetëm që nuk ka vend, por ne bëhemi më të fuqishëm, më të pavarur. Çdo të thotë të bëhesh i pavarur dhe i fuqishëm. Do të thotë që you speak your truth. Ti do flasësh të vërtetën tënde më lirë. Kjo është energjia e kalit. Çdo të thotë jesh i lirë, ti flet të vërtetën tënde, kur kupton që nuk ka integritet, kur kupton që nuk ka energji të pastër, veshi ta dëgjon më mirë, syri ta shikon më mirë, dhe gjithë sensorët e trupit, dhe ti e komunikon me qartësi. Nuk do të thotë që ne të bëhemi spiritual, dhe të bëhemi pozitiv,
edhe të bëhemi patjetër të akomodueshëm për çdo njeri, duhet të kënaqim çdo njeri, no. Fuqia personale. Se po vjen viti 2027 do jetë fuqia personale. Ne thjesht po përgatisim vetëm për këtë fuqi tani. Nëpërmjet këtyre drejtimeve që po përmend jashtë, çdo gjë është puls. Çdo gjë është puls. Iliada, faleminderit që këtu. Çdo gjë është puls. Pulset e shpjegova në episodin numër 1, fushën kuantike, dhe ne po fillojmë se ne jemi këtu në tokë, në densitet, dhe nuk kemi në energji dritë. S'mund të jemi, ne jemi dritë kur ikim nga trupi fizik, e kemi shpjeguar disa herë çfarë ndodh. Dhe prandaj jemi akoma në këtë pulsim, në këtë antenë të tokëzuar në tokë. Dhe kjo antenë po fillon po kap më shumë pulse, kemi thënë, po bëhet më ndjeshme. Dhe e shpjegova në episodin numër 1 se si fillon po kap këto pulse që janë në fushën kuantike që po vinë të reja. Ne shumë herë jetojmë jo në përputhje me fushën, me universin. Jemi këtu në dimension fizik të rënduar, dimension më heavy, të rënd, ndërsa krimet, potencialet tona, niveli i dytë dhe i tretë në kodin gjenetik janë të lehta. Është tjetër energji, tjetër frekuencë këtu. Dhe qëllimi ynë është që të rritemi, të kapim të frekuencë dhe ta sjellim në trupin tonë. Dhe prandaj në 2026 kjo energji e kalit është, pasi jemi liruar, jemi bërë më të lehtë, kali është më i lehtë. Dhe në këtë lehtësi do kemi momente që do kapim pulset shumë shpejt dhe i fusim në trup dhe në krimet. E filluam këtë episod duke thënë the new you, the new vision. Ju si identitet personal, ju si vizion personal. Janë dy hapësira të ndryshme, dy identitete të ndryshme. Pra, sinjali që do kapësh varet ku je, tek i parë apo tek i dytë, apo tek të dyja bashkë, tek koha hynore, momenti hynor, dhe në varësi të lehtësisë dhe kapacitetit të antenës tënde për të kapur këtë të re, këtë risi, këto pulse të reja në planet, dhe për t'i sjellë në trupin në të vërtetën tënde. Sa më i lehtë jesh ti, aq më i vërtet dhe i komunikueshëm do jesh në këtë të vërtet. Dhe në këtë komunikim ti nuk ke asnjë lloj interesi të akomodosh të vjetrën, ato që nuk përputhet me ty. Edhe ti të duash nuk e bën dot trupi, antena jote. Okej. Sepse njerëzit ose do jenë në këtë pastërti, ose do jenë komplet të shkëputur nga jeta. Duket se kur vazhdojnë rutinën, komplet të shkëputur, sepse kjo është jeta që po përshkruajmë ne. Ju të programit që dëgjuat mesazhin zanor, më dëgjuat që shpjegova pse duket sikur njerëzit kanë një sukses, rastin e njeriu që duket sikur ka një sukses edhe ka një inteligjencë të lartë intuitive, vetëm ta pagojë me koston e trupit fizik. Nuk po shkojmë aty. Pulsi i fundit 6 në vitin 2026 është fokusi, në kuptimin do suportohet dhe do ndihmohet, do vlerësohet edhe hapa të vegjël, por këto hapa të vegjël do jenë preciz. Dhe unë vazhdimisht sjell tek ju dhe them, detajet janë gjuha e Zotit. God is in details. 2026 do na sjelli edhe më shumë faktin që mund të keni hapa të vegjël zhvillimi. Nuk ka nevojë të jenë, po Elvana, nuk ka nevojë të jenë, dhe faleminderit që jeni këtu akoma në këtë orë, nuk ka nevojë të jenë të themi gjigant, apo të mdhenj, apo rëndësi ka të jetë preciz me kë, ne, në pulsin tënd unik. Ndonjëherë ka disa njerëz të cilët janë lindur dhe kanë destini, siç e kam thënë, të përjetojnë
pulse gjigande, shpërthime masive. Ka njerëz që kanë ardhur të jenë si ata zanaqind, sahaqind, që janë shumë precis, që janë shumë të dinë çfarë takojnë, çfarë prekin, çfarë bëjnë, dhe ky është një kapacitet që të gjithë duhet ta zhvillojmë këtë gjë. Sepse precisioni është perfeksion. Mund të dim shumë e përlum, mund të jemi shumë të shpërndar, por në këtë precizion ne do krijojmë atë çfarë që kemi thënë në fillim të dyja episodeve sot, formën e re. Sepse po krijohet një formë e re. Po krijohet një formë e re. Dhe kjo formë e re është si ai skulptori gjithmonë në varësi ku është njëri apo tjetri. Njëri mund të ketë bërë komplet filxhanin, njëri mund të ketë filluar e shakomat e doreza, njëri te baza, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që këtë bazë ta bëjmë me precizion. Dhe të filloj të formoj këtë formën e re, që do përkthehet në sistemin tonë nervor, një rrugë e re, pathways, e cila do ketë mundësin të suportoj këtë jetën tënde të re, këtë projektin tënd të ri, këtë mënyrën tënde të re si komunikon dhe si bashkëvepron. Ky version i ri është ndryshe nga versioni vjetër. Dhe derisa krijohen forma e versionit të ri, ka dhimbje, ka vështirësira. Është spiralja, është pulsi numër 5, sa ishte pulsi numër 5, 4, është spiralja, ka dalesa, ka kthime prapa, dhe pastaj ka përsëri kthim përpara. Edhe jepi kalit tënd mundësin të ndaloj, të reflektoj, të hajbar, të pushoj. Sepse në këtë energji të kalit ka dhe një rrezik, le ta quajmë, që mund të jesh në vrapim, mund të marrë ajo një rutinë, një dëshirë e zjarrt, që ti do patjetër të nxitosh aq më tepër kur je mësuar dhe nëse sistemi yt nervor nuk është i rregulluar dhe nuk e ka të lehtë dhe kollaj që të kuptoj kur duhet të ndaloj, pse duhet ndaloj, dhe të kuptoj edhe mënyrat të reja, format të reja, nuk është i familiarizuar, sepse familiariteti zhvillohet ku? Dhe vendimarrja për vendimet e reja zhvillohet ku? Në preokorteksin, neokorteksin, në pjesën e zhvilluar të trurit, i cili është i aktivizuar në një sistem nervor të rregulluar. Një sistem nervor i çrregulluar funksionon dhe pjesën limbike, emocionale dhe primitive të trurit. Këto janë 6 temat dhe 6 pulset energjike që do ankorohen dhe do përjetohen në këtë vit të ri 2026, i cili energjikisht fillon në shkurt. Dhe megjithatë, muaji janar është një mundësi shumë e mirë që të jemi dhe të kuptojmë, ndërsa marrim aha të reja, qartësi të re, punojmë tokën. Ngadalë vëzhgojmë ku janë barat, çfarë duhet hequr, çfarë është një barë i fundit, çfarë ushqimi mund të hidhet tokës, çfarë ushqimi i ri, i cili në vitin e kaluar ndoshta mungonte, edhe këtë vit nëpërmjet observimit i kupton cila pjesë e kodit tënd, cili aspekti kodit tënd ka nevojë për më shumë ushqim, cili kod ka nevojë të kaloj më nga niveli parë në të dytin, i dytin në të tretin. Observime të cilat akoma mund të bësh në këtë muaj janar. Dhe prandaj do jemi së bashku për 5 ditë, 7 deri në 11 janar, në Zoom ose në YouTube. Uroj të jeni në Zoom, është tjetër eksperiencë në Zoom.
por ndonjëherë nuk ka vend, varet nga numri pjesëmarrësve. Ju do jeni aty 5 minuta përpara në ora 7 dhe edhe nëse nuk do gjeni vend në Zoom, do jetë në regjistrim live në YouTube. Ky trajnim është pjesë e programit të Rich Soul dhe do jetë vetëm për disa ditë i hapur për të gjithë. Dhe me këtë unë ju jap ju mundësinë që dhe të jeni të motivuar në jetë. Sepse ajo që quhet shtyrje, procrastination, ti shtysh gjërat, është një zakon i njeriut. Kur nëse ju e dini që këto ditë do jenë të hapura për ju dhe do jenë vetëm shumë pak ditë të hapura për të gjithë publikun dhe ju merrni motivimin. Krijoni një neuropathway, një rrugë të re të zakoneve, të modeleve në trurin tuaj për t'i bërë gjërat në kohë, sot. Çdo njeri që ka marrë zakonin dhe thot, nesër nuk ndodh asnjëherë. Është një strategji, një mekanizëm që mendja e ka përdorur dhe e përdor për të shtytur, për të justifikuar veten. Nesër nuk ndodh asnjëherë. Gjithçka ndodh vetëm sot. Mund ta bëja unë këtë bisedë live nesër. Mund të thoshja nuk e kam telefonin se nuk po punonte. Mora telefonin e bashkëshortit, bëra të paktën një episod. U ndërpre, mbaroi bateria. Për fat, nëse ka fat, punonte telefoni im. Erdhi, u bëra episodi numër 2. Nëse do ta lija të nesërmen, nuk do ndodhi. Nesër është një tjetër ritëm. Është tani, po, Rosa, është tani. Në moment, ky moment krijon vazhdimsi. Sepse gjithçka është një cikël, nëse e humbet momentin, nëse humbet ciklin, ajo do fillosh nga e para të rikrijohet. Dhe ka gjë më me vlerë se njerëzimi të kuptojë çfarë është vlera e tij unike, ku jemi duke shkuar, çfarë është zhvillimi, si ne perceptojmë energjinë, si perceptojmë intuitën, fenomenet të reja që njerëzit jo patjetër janë edukuar në për shkolla. Është shkolla e re, ku ju, unë, shumë mentor të tjerë, në varësi me kë rezononi ju, të gjithë janë duke prur nga një lev, nga një vel dhe nga një mësim për gjithë njerëzimin. Atëherë, këtë kisha për të ndarë sot, nëse kam bërë aq shumë shënime, po e lë me kaq. Mbani mend, kam shënuar DRT, pra krijoni dizajnin tuaj. 2026 do jetë gjithçka rreth dizajnit dhe nuk kam fjalë vetëm për human design, dizenjo veten, jetën tënde, rhythm and the truth. Design, rhythm and truth. Design, rhythm dhe e vërteta. Si del në shqip? Bre, okay. DRV, e vërteta. Dhe ashtu, Katie nuk ka qenë shumë aktive në Reborn, po ka qenë më aktive se kur në background. Në kuptimin nuk ka qenë këtu me mua ose shumë në video tona, por ka qenë, ju premtoj për këtë, ka qenë shumë aktive, është duke iniciuar, projektuar, aplikuar, punuar në këtë sistemin e ri që unë do ndaj edhe në trajnimin falas, në sistemin e ri, ekosistemin e jetës në tokë, ekosistemin e prosperitetit dhe në mënyrën se si ajo dita bëj shumë mirë. Mos mendoni që patjetër të gjithë njerëzit duhet të jenë aktiv, të gjithë njerëzit duhet të jenë këtu duke komunikuar. Njerëzit janë aktiv në forma nga më të ndryshme. Në varësi cilin kod keni ty të kodet e jetës, disa nga ju e kanë tek qendra e rrutit, unë e kam kryesisht tek qendra e komunikimit, prandaj Zoti më ka krijuar që unë të jem në komunikim më të shpesht me ju, ndërsa Katie krijon në mënyrat e saj brillante.
Jam shumë entuziaste ato gjëra që po mendon, po krijon dhe që janë vërtet e ardhmja e jetesës, por gradualisht do t'i ndajmë. Natën e mirë, shihemi, dua shumë t'jeni të regjistruar, se nëse keni mundësi t'jeni në Zoom, le t'jemi, dua t'ju shoh në Zoom, dua t'ju shoh, t'ju njoh më nga afër këtë vit. Natën e mirë, ditën e mirë kudo ku jeni. Faleminderit ju. Shpërndajni me një ndoshta shpërndajni që të keni miq tuaj në trajnimin falas. Të dini me këtë bisedoni, të ndani këto njohuri dhe të mos jeni vetëm në mënyrën tuaj të re të jetës dhe të mendimeve. Dhe gjithmonë për ata që i ndajnë në story ne kemi edhe dhuratat tona. Të ndaj më shumë. Elvira, Elvana, dua t'i iki se dua t'ju respektoj kohën, por nga ana tjetër që nga ne gjitha këtu. Eralda, Eriona, çfarë date? 7. Ju lutem nëse më pyesni çfarë date, e keni në të gjitha postimet, e keni në bio, e keni linkun gati, e keni në story. Regjistroni dhe do ju vini mailet me orarin, me kujtesën. Ju ta keni jetën shumë të lehtë. Ne bëjmë punën që ju ta keni shumë të lehtë pjesëmarrjen tuaj. Enereida, ku I kam të gjitha vajzat këtu? Anilda, Eriona, Ana Semini, Blerina, suportojmë bashk, Anilda, Ana Rox. Mary, falendjemin, Edja, ylli Beratit jeti Mary. Unë kam qenë në Berat, tani të kemi ty fenerin e Beratit. Kush nuk e njeh Mary, është një lighthouse dhe një mësuese mrekullueshme, një projektuese, një mençuri e potencialit energjik të lartë në tokë. Ana Rosa, faleminderit. Roron, Arlinda, nuk mund të mbyllesh më bukur, faleminderit. Daniela, shumë nga ju njoh shumë si emra, bile dhe në cruise ku isha në Istanbul, erdhi një grua, në fakt, po më thoshte bashkëshorti që është një grua që po të sheh, dhe më erdhi tha ti ajo Instagramit me vajzën, tha tjetër le të përqafohemi. Është interesante kur ju takon pastaj. Mara që nga këtu, faleminderit din 7-3-9-4. Aishe, Nelda, Nertila, që nga një të gjitha këtu, Ilja, dhe ne pash më parë. Dua që numri njerëzve që unë ju njoh të rritet edhe më shumë. Gjëra të mrekullueshme po ndodhin energjikisht e dona. Faleminderit nga zemra, natën e mirë dhe shihemi në datën 7. Ora 7 PM për ju që po pyesni.